Ju dhe keni dha një kontribut shumë të madh për Kosovën. Keni marrë pjesë në gjitha manifestimet që janë bërë para luftës edhe mbas luftës, çdo gjë që ka pas të bëjë me identitetin e ushtrisë çlirimtare, çdo gjë që ka pas me identitetin e atë dhe dashurisë, do thot jeni ikon e kësaj, duke pas parasysh edhe manifestimet e para që janë bërë për luftën, jeni ndër të parët që keni marrë pjesë. Kur gjithë bota i kishte syt për atë genocid që bënte Serbia kundër popullit të Kosovës, normal që ne na diq sepse një gjak dhe një gjuhë na dhimbte shpirti. Dhe unë e falenderoj me gjithë zemër mikun tim, zotin Remzia Jupi, i cili u bë iniciator për të organizuar 100 koncerte në gjithë Evropën për të mbledhur ndihma dhe materiale për luftën, për luftëtarët, për çka. Një grup artistësh të mrekullueshëm. Për mu ata kanë bërë histori. Dua të përmend të madhin Ari Vladi, Çun Lajçin, Mirush Kabashin, Ilir Shaqirin, Manjolën, Ledinën, shumë artistë të tjerë që na u bashkangjitën